në këtë, për themi, akuzat që janë bërë në kampin blu, se në kampin roz, i mbylli Rama tak njësau, sa tha dikush që jo pësë dhe unë dhe, në bëjt deklarate dhe motoroqen ato goca. Mendon që Spaku mund të jetë aktor, mund të japi kontributa, po Spaku ja ka futë gjumit, është me pushime. është me turna, Spaku. Po, ma thuaj, si e mendon? Spaku për të gjithë ne ishte një premtim. Një shpresë për drejtësi, për barazi, për ligj, larg ndikimeve politike, jashtë kontrollit të zakonshëm të kasave të ulta dhe të larta, dhe të vjetra, sigurisht. Megjithatë, kur bëjmë pyetjen që ku janë arrestimet, që është një pyetje që e bëjmë të gjithë, duke nisur nga unë që mbuloj Spakun edhe si institucion, po edhe nga të gjithë qytetarët dhe publiku i gjerë, gjithmonë nisë të bëhet më shumë publike një pyetje e tillë, ku janë arrestimet dhe pse nuk bëhen arrestimet, nuk ka të bëjë thjesht me bujën edhe me arrestimet e famshme edhe këtë show-un publik që bëhet, po ka të bëjë me një pyetje shumë publike dhe shumë të qëndësishme, që njerëzit duan ta kuptojnë që drejtësia ekziston aty. Ekziston dhe është aty edhe në rastet të tilla kur politika thyen kokën me njëra tjetrën dhe kur lufta bëhet më ashpër brenda llojit, në rastin konkret, por edhe kur faktet janë kokëforta. Auloni tregoi që ka shkuar në Spak para disa kohësh, ne kemi raportuar si informacion, si lajm, dhe është dorëzuar aty një informacion ku flitet pikërisht për krimin zgjedhor. Spaku ende po flë. Janë këto të arsyeshme si vonesa, besoj se po, sepse edhe pse ne kemi një task force e cila ishte ngritur në përparësi për të hetuar rastet e krimit zgjedhor, pra do të thotë që qarkun e Durrësit. Po, sidomos në disa qytete që kanë qenë me rreth të kuq, siç është Durrësi, Vlora, Fieri, Tirana, Elbasani edhe Korça. Por fakti që nuk i ka paraprir një gjë të tillë, edhe Durrësi. Po pra, i the të gjitha, kush nuk është me rreth të kuq? E ka dhe të tjera. Aty ku janë bërë Durrësi, shumë. Elbasani, Vlora. Jo, ka dhe të tjera alerti është i sigur Ka gjitha me rreth ku ka qenë jashtë vëmendjes edhe të prokurorëve dhe të Spakut. Por nuk e di ky mungesa e informacionit dhe mungesa e veprimit paraprak nga ana e Spakut. Nëse nuk e di sa të kanë informuar ty Auron, nëse ka patur raste të tjera ose ka lidhje me çështjen që ti ke çuar, por në dijenin ton ka thjesht të dhëna shumë kontradiktore zhej dhe tregojnë vetëm për disa shifra që Spaku ka regjistruar gjatë periudhës së zgjedhjeve, që kanë bëjnë me disa raste flagrante të kapura si personazhe që kanë fotografuar voton e të tjera.